Unë kisha edhe diçka të shtoj se në fshati kamion mas pari, pas tregimeve dhe argumenteve që i kam unë që i disponoj, ka qenë si hoç në kamion Molla Rexhepi, imam nga Urviqi. Ai ka shërbi edhe në kamion si imam, po ka qenë edhe në Siniqan si imam. Pastaj në kamion dalën në pah ose dalën në shesh janë disa hoxhallar vllazni të hoxhallarësh, ato janë Molla Mehdia, Molla Milaimi edhe Molla Avzia. Molla Mehdia ka qenë hoç. Ai thuhet se ka qenë një kohë ka shërbi në Siniqan, pastaj vjen në kamion edhe deri në kamion deri në vitin 1938. Në vitin 1938, djali i tij, Hafës Iliazi, i cili ka marrë mësimet e para në medresen e Çarshis, që ka qenë Tetov, pastaj ka vazhduar studimet e larta në Stamboll.